Kush i armiqson eulijat e Allahut, kush e lëndon, e dëmton një mik të Allah, ruju kundër filan dietarit dhe kundër filan dietarit dhe kundër filan besimtarit dhe kundër sa prej atyre sot nuk i ki në xhami dhe ti çuditesh çka u bë me filanin, a di çka u bë me filanin, Allahu i ka shpall luftë. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në hijen e fjalëve më të mira, në hijen e fjalëve më të bukura, në hijen e fjalëve të njeriut më të mirë i cili ka jetuar ndonjëherë, në hijen e fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jemi duke jetuar së bashku hadith pas hadithi, porosi pas porosie, mesazh pas mesazhi. Me lejen e Allahut azza wa jall kemi arritur në disa hadithe të cilat gjithashtu kanë rëndësi të madhe, kanë peshë të madhe, kanë vlerë të madhe, secili besimtar, secili musliman është me rëndësi që t'ju kushton rëndësi vëmendje këtyre haditheve dhe të mundohet t'i nxjerrë në praktikën e jetës së tij. Hadithi i radhës është hadithi të cilin e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot: Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala qal. Allahu azza wa jall ka thënë. Pra e kuptojmë që ky hadith është nga hadithet qudsi, siç ishte një hadith më herët, hadith qudsi. Në këtë hadith qudsi Allahu azza wa jall thot: Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Subhanallah. Ky hadith është i madh, ky hadith është i rëndësishëm. Besimtari nga ky hadith duhet të merr mësime të mëdha dhe në jetën e tij të jetë shumë i kujdesshëm në mënyrë që mos të arrijë në këtë rrezik, në mënyrë që mos të arrijë në këtë dënim. Por çfarë bëhet fjalë? Thot Allahu azza wa jall: Men aada li waliyan. Kush më armiqson një mikun tim. Ka njerëz në dunja të cilët janë eulija, miq të Allahut azza wa jall. Këta njerëz Allahu i don. Këta njerëz janë të veçantë, janë të rrallë, këta njerëz janë diamant, këta njerëz janë të mirë, të devotshëm, këta njerëz janë të sinqertë, këta njerëz janë ata të cilët i nënshtrohen Allahut azza wa jall, qëndrojnë larg ndalesave të Allahut azza wa jall. Këta janë eulija. Tha Allahu azza wa jall në Kur'an: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim
wala hum yahzanun. Euliat e Allahut, ata të cilët janë nga ky lloj i njerëzve, nuk ka frikë për ta dhe nuk ka pikëllim. Ata janë të mbrojtur nga Allahu Azza wa Jall. Kush janë këta njerëz? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Këta janë ata të cilët kanë besuar dhe kanë frikë Allahun Azza wa Jall. Kush janë këta njerëz? Ne nuk mund ta përcaktojmë dikant se ky është apo ky nuk është. Mirë po, këta në formë të përgjithshme janë gjithë ata të cilët e kanë besuar Allahun, e kanë besuar fenë Allahut Azza wa Jall dhe i janë nështruar Allahut Azza wa Jall. Njerëz që kanë frikë Allahun, njerëz të cilët janë të devotshëm. Këta njerëz në mesin e besimtarve ekzistojnë. Këta njerëz në mesin e njerëzve jetojnë. Këta nuk janë njerëz të cilët vinë në mesin e popullit me mrekulli, me gjërat të çuditshme. Ka mundësi që dikush të jetë mik i Allahut dhe nuk ndodh kur gjë, dhe nuk ban asnjë gjë jashtë asaj që e ban njerëzit në jetën normale. Mirë po ai në raport me Allahun është ndryshe. Nuk është patjetër, nuk do të thotë që ai i cili është nga euliat, ai duhet të fluturon. Jo, euliaja nuk fluturon. Nuk ecë mbi ujë, nuk ban mrekulli. Mund të ndodhë që dikujt nga euliave të Allahut Azza wa Jall, Allahut t'i mundson ndonjë gjë e cila është e çuditshme, e cila duket mrekulli. Mirë po, si ta dallojmë atë? Si ta dallojmë atë? Shikoje, nëse është në rrugën e Allahut Azza wa Jall, në pasim të Kur'anit dhe Sunetit, ky është nga euliat Allahut Azza wa Jall. E nëse nuk është në rrugën e Allahut, në rrugën e Kur'anit dhe Sunetit, atëherë dije se ky është një njeri mashtrues. Mund të jetë magjistar, sihirbaz, mund të ketë lojra me xhinët, me shejtan, mund të bën gjëra të çuditshme. Mirë, po ai nuk ka të bëjë me fenë Allahut Azza wa Jall. Ky është nga euliat e shejtanit, jo nga euliat e Rahmanit. Euliat e Rahmanit janë ata të cilët ecin në rrugën e Kur'anit dhe Sunetit. Por ndryshe, këta tjerët nuk kanë të bëjnë asgjë me euliat Allahut Azza wa Jall. Ai i cili është wali, ai i cili është nga euliat Allahut Azza wa Jall, anën kupton që ai mund të luajë ndonjë rol të ndërmjetësimit, ndërmjet teje dhe Allahut? Jo. Njerëz të caktuar të cilët e rrezikojnë veten e vet, imanin e vet, fenë e vet, jetën e vet, ahiretin e vet. Kur mendojnë që këta që janë eulia, nëse janë eulia, mund të luajnë rol ndërmjet tyre dhe Allah. Në Islam nuk ka ndërmjetësues. Ti raportin tënd e ki ndërmjet teje dhe Allahut direkt, pa ndërmjetësues. Njerëz të cilët shkojnë në Vareza, në Tyrbe, në Teqe, te filan vari, te filan euliaja i cili ka vdek ma herët, e kështu me radhë dhe mendon që ky i cili është prej euliave, nëse është në realitet prej euliave, ky do ta ndihmon atë apo do t'ia largon ndonjë breng, ndonjë problem, do t'i gjen zgjidhje kështu me radhë. Pse? Se ky është i dashur të Allahu. Euliat nuk e kanë këtë rol. Ndërmjetësimi i tyre e rrezikon njeriu i cili shkon të kërkon ndërmjetësim në këtë mënyrë, e rrezikon veten e vet dhe e rrezikon imanin e vet. E këta njerëz Allahu Azza wa Jall na tregoi dhe të njëjtën kohë na kërcnoi kush i armiqson euliat e Allahut, kush e lëndon, e dëmton një mik të Allahut. Këtu duhet të kemi kujdes. Ruju, tash ruju. Por çfarë arsye? Vjen kërcnimi. Cili është kërcnimi? Tha Allahu Azza wa Jall, faqad adhantuhu bil harb. Ati njeriu i kam shpall luft. Ai i cili ma armiqson një mik timin, ati njeriu i kam shpall luft. Kush i ka shpall luft?
Allahu Azza wa Jall. E tash para mendoje jetën e një njeriu dhe të ardhmen e një njeriu të cilit i ka shpall luftë Allahu Azza wa Jall. E sa për njerëzve dhe në sa raste nuk kanë kujdes në gjuhët e tyre, në fjalët e tyre. Sa për njerëzve shpifin, akuzojnë, gënjejnë, meren me përgojim, me bartjen e fjalëve, e kështu me radhë kundër njerëzve të caktuar në përbot apo në mesin e njerëzve ku jetojnë. Sa për njerëzve flasin dhe nuk e mendojnë, dhe nuk e llogarisin që ndoshta ai për të cilin ti je duke armiqsuar dhe sulmuar mund të jetë nga miqtë e Allahut, nga të dashurit e Allahut, nga euliat e Allahut, dhe ti sot flet sikur nuk ndodh kur gjë. Pin kafe njerëzit, bajnë muhabete të ndryshme dhe në ato muhabetet e tyre mund që pa as një farë frike ndaj Allahut Azza wa Jall të flitet kundër një dietari, kundër një hoxhe, kundër një besimtari, kundër një muslimani të mirë, kundër një besimtari të devotshëm, kundër një njeriu i cili ka sakrifikuar çdo gjë për fenë Allahut Azza wa Jall, kundër, dhe flasim sikur bën muhabete të thjeshta, të kota, të kësaj dunjaje, pa e ditur ose pa e menduar rrezikun i cili kanoset. A ndodh kështu ndodh në sa raste. Njerëzit të cilët nuk kanë kujdes fare, gjuha e tyre është e gjatë dhe mbrin atje në vende të largta, në shtete të ndryshme, kundër njerëzve të cilët kur nuk i ka takuar, kur nuk i ka parë, kur nuk i di gjërat e tyre dhe e sheh që flet pa kur far frike, pa kur far kujdesi. Po qoftë edhe njerëzit me të cilët jeton, besimtari duhet ta ndal gjuhën e tij. Kujdes nga se kur të shpall luftë Allahu Azza wa Jall, ti je i rrezikuar nga gjitha anët. Dhe sa për njerëzve pasojat e tyre i kemi pa prej në dunja, para se të dalin para Allahut Azza wa Jall. Njerëz të cilët e kanë pas gjuhën e gjatë, kundër kujt? Kundër gjithëve, përveç vetes së tyre. Njerëz të cilët janë në gjendje të flasin kundër të gjithëve. Dhe këtu nuk është problemi kur shtjellot një mesele, një çështje e fesë dhe mund të thuhet që filani e ka mirë apo filani nuk e ka mirë. Mirë, po kur akuzohet dikush si munafik, si shitur, si tradhtar, si e kështu me radhë, pa fakte, pa argumente, pa ditur asgjë, me muhabete të ndryshme, me lajme të rrejshme, dhe e sheh që akuzat vinë një pas një pa pas fare frikë Allahun Azza wa Jall. Dhe ndodhi që ajo fjala jote vije në shprehje mu në këtë hadith ku Allahu Azza wa Jall thot: kush më armiqson një mik timin, ai filani mund të jetë mik i Allahut. Ti armiqsove, ti ofendove, ti randove, ti shpife, ti gënjeve, e kështu me radhë. Çka ndodh me ty? Faqad adhantuhu bil harb. Ati njeriu un i kam shpall luft. A është e rrezikshme? Mjaft e rrezikshme. Dhe me këtë jemi munduar t'i këshillojmë të gjithë, edhe ma herët, edhe ma vonë, edhe sot, edhe në çdo kohë. Ruaje gjuhën tënde. Sidomos por në disa raste nga të cilat apo në të cilat ti nuk ki përgjegjësi, nuk të ka ngarkuar as kushti me gjitha gjërat e ummetit, me çdo gjë që ndodh në ummet ti si e ngarkuar, nuk ki përgjegjësi as në dunja as në ahiret. Pse? Se nuk e di, çdo gjë që ndodh në botë ti nuk e di, por derisa nuk e di, apo ki lajme të pa identifikuara, ki lajme që ti nuk ki as një lloj sigurie, ki lajme të një anshme, sido që të jetë, ruajtja e gjuhës është më e mira. Ruajtja e gjuhës është më e mira, por ndryshe ne rrezikohemi dhe njerëz të tillë janë rrezikuar.
Sa prej tyre kanë qenë edhe të udhëzuar. Dhe në mesin e tyre ju keni shembuj dhe shembuj. Njerëz të cilët kanë qenë të xhamis, njerëz të cilët kanë qenë të safit, njerëz të cilët kanë qenë të Kur'anit, njerëz të cilët kanë qenë të sunetit, njerëz të cilët kanë qenë të ibadetit. Mirë po e kanë pasur një tëmet. Emet e madhe, cila është ajo? Gjuha e tyre. Në gjitha gjërat mirë në rregull, ama kur vjen momenti i gjuhës, gjuha e gjatë. Prej në perëndim në lindje, prej një shteti, një shtet tjetër, prej një xhamie në një xhami krejt tjetër. Dhe prej këtu e rregullon gjendjen e ummetit. Kundër filan dietarit dhe kundër filan dietarit dhe kundër filan besimtarit dhe kundër. Dhe në fund çka ka ndodhur? Sa prej atyre sot nuk i ki në xhami. Sa prej atyre sot nuk i ki ma të Kur'anit. Sa prej atyre ma nuk i ki të ibadetit. Dhe ti çuditesh çka u bë me filanin. A di çka u bë me filanin? Allahu i ka shpall luftë. Dhe ndoshta pas një kohe e ka humb rrugën, nuk e di vetveten ku është, nuk e di pse jeton. Allahu na ruajt, nëse dikujt Allahu pastaj na gjendje i a merr shpirtin pa u penduar. A është e rrezikshme? Është e rrezikshme. Mesazhi i këtij hadithi së pari, megjithse hadithi vazhdon, mesazhi i parë, kush më armiqson një mik timin, prej këtij momenti, nëse në të kaluarën deri dje ke gabuar, ke folur, nuk e ke kontrolluar, pas këtyre fjalëve, besimtari e ndal vetveten, e ndal gjuhën, ka kujdes në fjalët e tij në mënyrë që mos rrezikohet. Kush më armiqson një mik timin, i kam shpallur luftë atij. Pastaj tha Allahu azza wa jall: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi." Dhe nuk më afrohet mua robi im me ndonjë gjë që e dua më shumë se sa me ato gjëra që unë ja kam obliguar. A don të afrohesh të Allahu azza wa jall? Po, me çka afrohesh më shumë ti të Allahu? Me gjërat që janë obligative, me farzet afrohesh më shumë ti te Allahu azza wa jall. Pas eulijave, Allahu azza wa jall na tregon, a don të afrohesh të Allahu? Po, me çfarë mund të afrohesh më shumë ti? Me farze. Namazet, farze. Agjërimin, farz. Zekatin, farz. Ibadetet që janë obligative, me ato afrohesh të Allahu. E nafilet, e ibadetet vullnetare, tha Allahu azza wa jall: "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." E nuk vazhdon robi të afrohet tek unë me ibadete vullnetare derisa unë ta dua atë. Mas shumë ti afrohesh me farze. Po nëse i shton nafilet dhe vazhdon duke i shtuar ibadetet vullnetare, arrin deri në atë shkallë që Allahu të don. Subhanallah. Së parë janë farze, pastaj vinë nafilet. Më së shumë të i rëndësi kanë ibadetet obligative. Dhe çdo herë ibadetet obligative kanë shpërblim më shumë se ibadetet vullnetare. Cili ka shpërblim më shumë? Farzi. Cili është më i rëndësishëm? Farzi. Cili nuk guxon me lënë? Farzin. Farzeve obligative që janë besimtari duhet të ju kushton më shumë ti rëndësi. Ato kanë shpërblim më shumë. Pastaj vinë ibadetet vullnetare, nafilet, sunetet e kështu me radhë. Ndonjëherë që ndonjë ibadet, nafile, vullnetar apo sunet të ketë më shumë shpërblim se sa një ibadet i cili është farz. Cili ka më shumë shpërblim? A namazi farz
A namazi sunnet? Namazi farz. Cili ka ma shumë shpërblim? Agjerimi farz, agjerimi sunnet? Agjerimi farz. Cili ka ma shumë shpërblim? Zekati obligativ apo sadakaja nafile? Zekati. Cili ka ma shumë shpërblim? Haxhi apo umreja? Haxhi. E kështu me radhë. Gjitha ibadetet ma shumë kanë shpërblim farzet se sa sunetet apo nafilet. Andodh ndonjëherë? Andodh ndonjëherë që ndonjë ibadet vullnetar, nafile, të ketë shpërblim ma shumë se një obligim, ma shumë se një wajib, ma shumë se një ibadet i cili është obligativ. A mund të ndodh? Një gjë e tillë ndodh vetëm në 2 raste. Një ibadet i cili është sunet apo është vullnetar, të ketë ma shumë shpërblim se sa një ibadet i cili është obligativ, farz. Kur mund të ndodh një gjë e tillë? E para e tyre ndodh në rastin e selamit. Me i dhanë dikujt selam. Me i dhanë dikujt selam është sunet. Me pranu selamin është wajib. Mirë, po cili ka ma shumë shpërblim? Ai i cili jep apo ai i cili merr? Ai i cili jep ka ma shumë shpërblim. Andaj edhe ka në hadith, ai i cili jep i pari, ky është më i miri, po ai i cili jep i pari, ky ka shpërblimin më të madh. Andaj dhënia e selamit, megjithëse është sunet, e ka shpërblimin më të madh se marrja e selamit, e cila është wajib. Dhe gjithashtu ndodh në rastin e borxhit. Me i dhanë dikujt borxh mund të jetë ibadet nafile, vullnetar. Me kthy borxhin e ki wajib, obligim, cila ka ma shumë shpërblim? Me dhanë borxh apo me kthy borxhin? Me i dhanë borxh. Me i dhanë borxh, me gjithë sa është vullnetar, ka ma shumë shpërblim se sa me kthy borxhin. Me ashty afatin borxhiliut ka ma shumë shpërblim se sa me lajt borxhin. Andaj në këto raste ibadeti i cili është vullnetar ka ma shumë shpërblim se sa ibadeti obligativ. Por ndryshe gjitha ibadetet që janë obligative kanë shpërblim ma shumë se sa ibadetet vullnetare. Vazhdon robi me ibadete vullnetare, nafile, derisa Allahu Azza wa Jall e don atë. Allahu e don atë. Dhe ne besojmë, dhe akideja e ehli sunetit është që besojmë në këtë mirë, ashtu siç thot Allahu, ashtu siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu e don filanin, Allahu e don. Allahu e urren filanin, Allahu e urren, për dallim të atyre të cilët thonë nuk nënkuptojnë dashuri, këto fjalë nuk nënkuptojnë dashuri, nuk nënkuptojnë urrëtie. Kjo ka të bëj, Allahu e don nënkupton, Allahu e shpërblen. E kështu me radhë, njerëz të cilët mundohen pastaj cilësive të Allahut të ju japin kuptime të ndryshme. Allahu e don filanin, Allahu e don. Dhe ne kështu besojmë dhe kështu mendojmë duke u bazuar në çdo fjalë të Allahut dhe në çdo fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e don filanin. E kur ta don Allahu, tha Allahu Azza wa Jall, fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kur ta dua atë, bahem dëgjimi i tij me të cilin dëgjon. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dhe shikimi i tij me të cilin shikon. Wa yadahu allati yabtishu biha, dhe dora e tij me të cilën prek. Wa rijluhu allati yamshi biha, dhe këmba e tij me të cilën ec. Çka nënkupton një gjë e tillë? Këtij njeriu të cilin e do Allahu Azza wa Jall, këtij Allahu ja drejton çdo gjë. Allahu ja drejton dëgjimin, Allahu ja drejton shikimin, Allahu ja drejton prekjen, Allahu ja drejton ecjen, dhe ky në çdo gjë në jetën e tij është në ato gjëra që Allahu është i kënaqur. Allahu ja mundson që ky të dëgjon
atë e cila është e mirë, të shikon atë e cila është e mirë, të prek atë që i takon, të ec aty ku i takon. Allahu ja mundson gjitha gjërat në jetën e tij të jenë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. E në fund të hadithit tha Allahu Azza wa Jall: "Wa in sa'alani la u'tiyanna." Nëse ky njeri më kërkon ndonjë gjë, unë i jap atij. "Wa la in ista'adhani la u'idhanna." Dhe nëse më kërkon mbrojtje, unë e mbroj atë. Këtë njeri i cili në shtrohet Allahut, ec në rrugën Allahut, Allahu e do. Kur ta don Allahu, ja mundson çdo gjë që në jetën e tij të jetë ashtu si Allahu është i kënaqur. Ky njeri nëse kërkon prej Allahut, Allahu ja jep. Nëse kërkon mbrojtje, Allahu e mbron. Ky është hadithi i parë i oni personte, të cilin e nxjerr Imam Buhariu rahimullah në librin e tij në Sahihun e tij. Ne me lejnë Allahut Azza wa Jall gjithashtu kalojmë edhe në hadithin e dytë, i cili është i rëndësishëm, i cili është i dobishëm, i cili neve na jep disa mësime dhe disa mesazhe që ne në jetën tonë t'i kemi parasysh. Bëhet fjalë për një hadith të cilin e transmeton Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, i cili thot: ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha tajawaza an ummati." Allahu ja ka falur ummetit tim. Dhe kjo është nga rahmeti Allahut Azza wa Jall. Në një transmetim ka ardhur: "Inna Allaha tajawaza li an ummati." Allahu ja ka falur ummetit tim, li, për mua, për shkakun tim. Për shkakun e kujt? Për shkakun e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Disa dietar kanë thënë për shkakun, për nderimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall këtij ummeti i ka dhënë shumë mirësi. Në mesin e tyre edhe këto mirësi që do të përmenden. Disa kanë thënë për shkak të duas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka falur këtij ummeti këto gjëra. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Allahu ja ka falur ummetit tim. Që nën kupton në popujt më herët këto gjëra nuk i kanë pas të falura, janë llogaritur. Mirë, po ky ummet nuk llogaritet. Por çfarë gjëra? Por 3 gjëra. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyana wa ma stukrihu alayhi." Allahu ja ka falur ummetit tim 3 gjëra. Gjëja e parë, al-khata', ajo e cila bëhet gabimisht. Gjëja e dytë, an-nisyan, ajo e cila bëhet me hares. Gjëja e tretë, wa ma stukrihu alayhi, dhe ajo e cila bëhet me dhunë, me imponim. Nëse njeriu në jetën e tij e bën një gjë gabimisht, ndodh që në jetën tonë të bëjmë ndonjë gabim pa qëllim, po. Ky gabim të cilin e bëjmë pa qëllim, ky gabim te Allahu është i falur. Elhamdulillah. Ky është rahmeti Allahut Azza wa Jall për neve, për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka mundësi që njeriu të bëjë ndonjë gjë gabimisht, nuk e ka pas për qëllim. A ka gjunat Allahu? Jo. A ka dënim në ditën e gjykimit? Jo. Kjo nën kupton ajo e cila ka të bëjë ndërmjet teje dhe Allahut dhe ndodh gabimisht, e ki të falur. Ajo e cila ndodh ndërmjet teje dhe njerëzve gabimisht, atëherë e ki të falur fajsimin, nuk e ki të falur shpagimin. Dhe këto gjëra duhet të ndahen dhe duhet të sqarohen. Çka nën kuptojmë me një gjë të tillë? Nëse njeriu gabon, mirë po, pa qëllim. Si ka mundësi që të bën ndonjë gabim pa dasht?
pa qëllim, mirë po ndodhi. Ka mundësi, nëse e marim shembull, nëse dikush e shkel Kur'anin, me shkel Kur'anin me qëllim, a është gabim? Është gabim i madh. Njeriu me shkel Kur'anin me qëllim ban kufër, del nga Islami, e merr Kur'anin e vendon tokë me qëllim, për nënçmim, kundër Kur'anit, kundër fjalës Allahut, e shkel me këmbën e tij. Ky njeri ban kufër. Ky njeri nuk është musliman. Mirë po ndodh, fëmijët duke lujt në shtëpi, pa vedije të vegjël e kanë marrë Kur'anin me gjëra tjera, e kanë lënë në tokë. Kthehet prindi prej pune, arrin në shtëpi, hyn në shtëpi dhe nuk e sheh. Dhe duke ecë e shkel Kur'anin. A e ka shkel Kur'anin? Po, edhe i pari edhe i dyti. Mirë po, kjo shkelje e tij është gabimisht. Nuk e ka pa Kur'anin, e ka shkel gabimisht. A ban kufër? A ka gjuna? A ka rrezik? A ka dënim? Jo. Ky njeri është i falur. Për çfarë arsye është i falur? Nga se një gjë e tillë ka ndodhur gabimisht. El khata. Nëse ndodh gabimisht, para Allahut je i arsyetuar. Allahu nuk të randon, nuk të ngarkon me gjunah në dunja dhe me dënim në ahiret. Shembull tjetër, një njeri i tuban disa libra të tij që t'i hudh dhe i merr librat e tij dhe nuk e sheh që në mesin e atyre librave ka qenë edhe një Kur'an. Me marr Kur'anin me qëllim dhe me hudh në mbeturina, kjo është kufër. Ky njeri del nga Islami, me hudh Kur'anin në mbeturina, me qëllim, në çmimi, ky njeri ban kufër. Me hudh Kur'anin pa vërejt, i ka marrë librat e tij të vjetra që t'i hudh, në mesin atyre ka qenë një Kur'an, mirë po ky pa qëllim, pa vedije, i hudh librat dhe hudh edhe Kur'anin. Mirë po gabimisht, a ka gjuna para Allahut? A ka dënim në ditën e gjykimit? Jo. Ky është i arsyetuar me çfarë? Gabimisht. Ka ndodhur gabimisht. Apo nëse e ban ndonjë mëkat të madh, ka mundësi që të ndodh. Dikush në gjuheti, del në gjuheti dhe e sheh shpendin, apo e sheh ndonjë kafsh dhe e merr shigjetën e tij apo mjetin e tij që të hudh. Dhe nuk e sheh që është duke ardhur filani, nuk e sheh dhe hudh. Qëllimi i tij ka qenë për kafshën, mirë po e ka qëlluar njeriun. Njeriu vdes. Mbytja e njeriut pa hak, pa të drejt, pa faj, është prej gjunaheve më të mëdha. Dhe ky njeri e mbyti një njeri. E ka gjunahun e madh, e ka dënimin para Allahut Azza wa Jall? Jo. Ky është i arsyetuar. Për çfarë arsye? Gabimisht. Por derisa ndodh një gjë gabimisht ndërmjet teje dhe Allahut, nuk ki gjunah para Allahut dhe nuk ka gjunah në ditën e gjykimit, nuk ka dënim në ditën e gjykimit, por derisa ka ndodh gabimisht. Ndërmjet teje dhe Allahut, po. Ndërmjet teje dhe njerëzve, nëse ndodh ndërmjet teje edhe filanit. Ke hi në një lokal, ke hi në një dyqan, i shikon gjërat, interesohesh, pa qëllim, e preke një gjëra në tokë u thy. Mirë po është e shtrenjt, e tash ti thua, unë pa qëllim, gabimisht ndodhi, mirë po, a duhet të paguhet ajo? Gabimisht po, a duhet të paguhet ajo? Në raportin njeri me njeri, bie fajsimi, nuk bie shpagimi. Çka nën kupton? Bie fajsimi, do me thonë ti nuk mundesh me fajsu. Pse e theve? A nuk e pa? Ku i ki mend? Pse ndodhi? E kështu me radhë. Nga dal pak, pa qëllim, nuk ishte me qëllim, ndodhi gabimisht. A është ky njeri arsyetuar? Po, nuk i takon fajsimi, nuk fajsohet. Mirë po, a i takon shpagimi?
i takon shpagimi, duhet ta paguan atë. Shembull tjetër, ndodh me veturë, që ti nuk e sheh veturën tjetër, duke shkuar mbrapa apo para, pa e pa veturën tjetër, i bie asaj. Dhe ndodhi dami, nuk i takon fajsimi, ma ke prish veturën, ku i kisit, e kështu me radhë, fajsim nuk ka. Ndodhi vlla, ndodhi, pa qëllim, gabimisht ndodhi. Çka duhet me bë? Duhet të paguhet. Në aspekt raporti njeri me njeri, bie fajsimi, nuk bie shpagimi. Në raporti njeri ndaj Allahut Azza wa Jall, bie çdo gjë. Nuk ki gjuna, nuk ki dënim para Allahut. Mirë po me njerëzit duhet të pastrohet çdo gjë, mirë po nuk fajsohet askush për atë e cila ndodh gabimisht. E dyta e tyre, wan nisyan, nëse ndodh me hares. Nëse ndodh me hares dhe këtu hin raportin dhe Allahut, pastaj gjërat në mesin e njerëzve. Së pari, ndaj Allahut Azza wa Jall, nëse ndodh që e ban një gabim, e ban një gjuna, e ban një lëshim, me hares, çdo gjë është e falur. Bani dallimin. Nëse ndodh ndonjë gabim, ndonjë lëshim, me hares, çdo gjë është e falur. Nëse ban ndonjë gabim në namaz, nëse ban ndonjë gabim në agjërim, e kështu me radhë, ke haruar. Je duke agjëru në ditë të Ramazanit, ke marrë me ngran, agjërimi nuk prishet. Ke marrë me pi, agjërimi nuk prishet. Për çfarë arsye? Me hares, ke haru. Allahu Azza wa Jall në Kur'an e përmendi lutjen e besimtarve, Rabbana la tuakhidhna in nesina au akhtana. O Zot, mos na dëno nëse bëjmë gabime pa qëllim dhe nëse harem. Allahu Azza wa Jall në hadith tha, fa'altu, e kam pranuar. Në hadithin tjetër tha, naam, po, nuk ju dënoj. Nëse bani ndonjë gjë gabimisht, apo e bani me hares, nuk ka dënim, nuk ka gjuna. Ke ngran në Ramazan agjërueshëm me hares, nuk prishet. Ke pi në Ramazan agjërueshëm me hares, nuk prishet. Ke folur në namaz duke haruar, apo gabimisht, nuk prishet. Nuk prishet namazi, edhe nëse ke folur pa qëllim. Nëse dikush të shtin në namaz dhe thot, elhamdulillah, kjo është në rregull. Ti nuk guxon me i thanë, yerhamukallah, nuk guxon me i thanë se ti nuk je më në raport me njeriu, je në lidhje me Allahun, mirë po ti duke u fal dhe je mësuar çdo herë që kur dikush të shtin dhe thot elhamdulillah, ti çdo herë thua yerhamukallah dhe duke qenë në namaz, ai thot elhamdulillah. Ti në namaz thua yerhamukallah. A është gabim? Është gabim. A është fjalë? Është fjalë. A është në raport me Allahun a me njeriun? Me njeriun. A prishet namazi? Namazi yt nuk prishet. Për çfarë arsye? Harove që je në namaz, nuk prishet namazi. Pra në ibadete, nëse bëhet ndonjë lëshim, ndonjë gabim, ndonjë gjuna, nuk prishet ibadeti. Dhe haresa është arsye. Mirë po, nëse haron komplet ibadetin pa e realizuar, a bie ibadeti? Ke haru me fal namazin. Ka ardhur namazi i drekës, ti ke haru, vjen ikindia dhe ti mendon që je fal, akshami, jacia, ma vonë të kujtohet. Subhanallah, po unë sot se kam fal drekën. Apo nesër të kujtohet që unë e dje pas kam haru, nuk e kam fal drekën. Çka do të me bë në këtë rast? A bie ibadeti me hares? Ibadeti me hares nuk bie. Obligimi me hares nuk bie. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ka haruar ose e ka zënë gjumi, sidomos ai i cili ka haruar, ku e kemi fjalën, le ta fal namazin në momentin që i kujtohet. E atë që e kanë zënë gjumi, le ta fal namazin kur të zgjohet. Ke haruar
pa e falë një namaz të caktuar në momentin që të kujtohet, namazi duhet të falet. E në raport me njeriun, nëse ki ndonjë obligim ndaj njerëzve, nëse ju ki hak njerëzve dhe ke haruar, a bie haku? Haku nuk bie. Nëse i ki borx filanit, ja ke marrë një borx, ke haru, të ka dalë prej mendje, a të takon fajsimi? Nuk takon fajsimi, na njerëz jena, ka mundësi me ndodhë, ke haru, ta kujton. Shkaku që ke haru, a bie borxhi? Jo, borxhi duhet të lahet në momentin që të kujtohet, apo të përkujtohet, borxhi duhet të pastrohet. Pra në raport me njeriun nuk bie, duhet të pastrohen gjërat në momentin që kujtohen apo përkujtohen. Dhe e treta, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa mastukrihu alaihi. Dhe nëse bëhet me dhunë, nëse bëhet me imponim, pra nëse bëhet gabimisht, nuk ki gjuna. Nëse bëhet me hares, nuk ki gjuna. Nëse bëhet me dhunë, nëse bëhet me imponim, nëse bëhet pa dëshirën tënde, nuk ki gjuna para Allahut azza wa jall. Dhe kjo ka të bëjë ndërmjet teje dhe Allahut përsëri. Çdo gjë e cila ka të bëjë ndërmjet teje dhe Allahut, po qoftë edhe nëse është në pyetje kufri. Dhe e keni parasysh rastin e Ammarit, ku i dhujtarët e kërcnuan, ose do të flasësh kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose do të vritesh. Ammari radiallahu anhu, sahabi i nderuar, besimtar, i sinqert, i devotshëm, mirë po, ose do të vritesh, ose do të flasësh kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë çka ndodhi? Atëherë Ammari i tha disa fjalë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë kufër. Të flasësh kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, del nga Islami. Mirë po, me dhunë, mirë po, me imponim. Allahu azza wa jall tha, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, përveç ata të cilët janë imponuar me dhunë, ndërsa zemrat e tyre janë plot iman. Amari me vrap shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, kështu dhe kështu ka ndodhur. Si e gjenti zemrën tënde? Tha të qetë, plot me iman, me besim të palëkundur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse kërkojnë përsëri, bane përsëri. Nuk ka gjuna dhe nuk ka dënim para Allahut azza wa jall për atë e cila bëhet me dhunë. Nëse është në pyetje kufri, mos të flasim për gjërat që janë më të lehta, mos të flasim për haramet. Allahu na ruaj, në sa vende edhe sot ka ndodhur edhe në vendet tona më herët që njerëzve me dhunë u kanë penguar namazin. Njerëzve me dhunë u kanë prish agjërimin. A kanë gjunah këta njerëz? Edhe sot në vendet të ndryshme të botës ndodh njerëzve të cilët ju prishet agjërimi në muaj të Ramazanit me dhunë. Dhe tash ti, ose kime pi ujë, ose kime prish agjërimin, ose do të dënohesh me dënime të mëdhaja të rënda nga shteti apo nga zullumqtarët. Atëherë njeriu nga dhuna, nga imponimi e bën një gjë që në fenë Allahut azza wa jall është gjuna. Por këta njerëz ka arsye. Këta njerëz janë të arsyetuar para Allahut azza wa jall, edhe nëse është në pyetje kufri, edhe nëse janë në pyetje haramet. Çdo gjë që i imponohet njeriut me dhunë reale. Nga se dhuna mund të jetë reale dhe mund të jetë e kotë, me fjalë të kota e cila nuk vlen. Dhuna e cila vjen, dhunë e sigurt nga njerëz të cilët kanë mundësi të realizojnë dhe është e rëndë që njeriu nuk e përballon apo
e përballon me vështirësi të madhe. Nuk është dhunë me të bërtit dikush, nuk është dhunë një shuplak, nuk është dhunë një gjë e lehtë. Mirë po, nëse është në pyetje një dëm i madh i shëndetit, apo burgim me vite të tëra, apo vrasje e kështu me radhë, atëherë të gjitha këto janë dhunë dhe në bazë të gabimit shikohet edhe dhuna. Mirë po, dhuna reale është kjo, e cila vjen nga njerëz të cilët kanë mundësi ta realizojnë. Jo çdo kush i cili të kërcënon llogaritet, ai i cili të kërcënon dhe ka fuqi ta realizon atë kërcënim të tij, atëherë ajo llogaritet dhunë. Çdo gjë e cila thuhet arsyetot me dhunë. Çdo gjë e cila veprohet arsyetot me dhunë. Çdo gjë e cila ndjehet dhe është bindje nuk arsyetohet me dhunë. Pra dhuna në zemër nuk ka vend. Nuk mund dikush të arsyetohet në zemër me dhunë, nga se dhuna nuk arrin në zemër. Dhuna arrin në fjalë, dhuna arrin në vepër, nuk arrin në zemër. Wa qalbuhu, dhe zemra e tij është e qetë dhe e plot me iman. Në zemër nuk mund të dëpërton askush, andaj dhuna nuk i arsyeton gjërat e zemrës. Pra, njeriu në raport me Allahun, shkaku i dhunës arsyetohet. Në raport me njeriun, në raport me njeriu nuk arsyetohet. Nëse dikush kërcënohet, ose vrite filanin, ose do të vritesh, çka mi bo në këtë rast? Ose vrite filanin, ose do të vritesh. A është dhunë? Është dhunë. Mirë po, në raport me njeriun nuk vlen, dhe ky njeri nuk arsyetohet dhe nuk ka të drejtë, nga se jeta e tij nuk është më e shenjtë dhe më e shtrenjtë se jeta e dikujt tjetër. Atëherë duhet t'i ban ball apo duhet t'i ban sabër kësaj dhune, nuk ka të drejtë. Nuk ka të drejtë ta mbyt dikant që ta shpëton vetveten e tij. Pra dhuna e njeriut ndaj njeriut nuk arsyetohet. Dhuna që i bëhet njeriut në raport me Allahun Azza wa Jall, kjo dhunë është e arsyetuar dhe ky njeri nuk ka mëkat para Allahut Azza wa Jall dhe nuk ka dënim në ditën e gjykimit. Pra ky është hadithi i dytë për sonte, të cilin e transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Allahu Azza wa Jall i ka falur ummetit tim. Pra të gjitha këto falje, të gjitha këto mirësi, të gjitha këto arsyetime janë për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Llogariteni në ummetet më herët, ai i cili ka pas dhunë, nuk ka pas të drejtë dhe nuk ka pas arsye, është dashur të qëndron edhe nëse vritet. Këti ummeti, Allahu Azza wa Jall i ka dhënë mirësi të shumta, falje dhe falje të shumta, arsyetime dhe arsyetime të shumta. Mjera i cili del para Allahut Azza wa Jall me gjitha këto falje, me ma shumë gjunahe, me ma shumë gabime, me ma shumë mëkate, se sa vepra të mira para Allahut Azza wa Jall. Allahu ja ka falur këti ummeti, ato të cilat bëhen gabimisht, ato që bëhen me hares dhe ato gjëra të cilat bëhen me dhunë. Këtë hadith për të cilin Imam Nawawi rahimullah thot, hadithi është hasan, hadithi është i mirë, e transmeton nxjerrat e Imam Ibn Majah, Bejheqiu dhe të tjerët. Pra ky është hadithi jon i dyti dhe i fundit për sonte, për të kaluar edhe në 3 hadithe të radhës në ligjëratën e ardhshme, që realisht janë edhe 3 hadithet e fundit të këtij libri, ku ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson që të jetojmë me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ti lexojmë ato, ti dëgjojmë ato, ti praktikojmë ato, të jetojmë në rrugën e Kur'anit dhe Sunetit, e të takojmë në ditën e gjykimit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e të pim ujë nga haudi i tij
nga dora e tij, e Allahu Azza wa Jall të na bashkon me te në xhennetin e tij, me pejgamberët e Allahut, me sahabët, me muslimanët e mirë, Allahu në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.